Në hapje të sesionit të ri parlamentar, presidenti Bajram Begaj u bëri thirrje deputetëve që të përqendrohen në mënyrë të vendosur te prioritetet kombëtare, duke vendosur procesin e integrimit evropian mbi çdo rivalitet politik. Kreu i shtetit theksoi se përmbushja e agjendës së Bashkimit Evropian nuk mund të trajtohet si një çështje konkurruese mes palëve, por si një detyrim i përbashkët institucional. Parafrimi i legjislacionit dhe plotësimit të prioritetit i agjendës së Bashkimit Evropian nuk mund të ketë konkurrencë. Ai kërkon përgjegjësi dhe përkushtim të vërtetë, kërkon reforma të thella dhe punë intensive. Procesi parlamentar në këtë drejtim nuk garanton dot sukses nëse vëmendja shpërqendrohet, nëse ligjërimi parlamentar humbet rrugën, nëse bashkëpunimi ngec, nëse debati humbet fokusin nga interesi ynë kombëtar dhe nëse rezultatet vonojnë. Në rrugën drejt familjes europiane ne nuk kemi kohë për të humbur dhe as energji për të shpërdoruar. Presidenti thekson se qytetarët presin nga përfaqësuesit e tyre një klimë politike më konstruktive, më me pak përplasje dhe më shumë zgjidhje konkrete. Ai nënvizoi se parlamenti duhet të prodhojë ligje cilësore, të ushtrojë një mbikëqyrje efektive mbi qeverisjen dhe të zhvillojë një debat politik të ndershëm dhe të ndërgjegjshëm. Ata presin ligje cilësore, mbikëqyrje mbi qeverisjen, si dhe një debat politik të ndershëm. Në këtë ekuilibër rolesh secili ka përgjegjësinë e vet. Demokracia nuk mund të funksionojë pa ekuilibër dhe pa respekt reciprok. Ky sesion përballet me nevojën që politika të konfirmojë mbështetjen për drejtësinë. Politika duhet të jetë krenare kur drejtësia vepron kundër korrupsionit, krimit të organizuar, kur drejtësia tregon pavarësi, integritet, profesionalizëm dhe kur qytetarët marrin drejtësi sipas standardeve europiane. Kreu i shtetit i cilësoi gjithashtu reformën zgjedhore dhe atë territoriale si dy nga sfidat kryesore që kuvendi duhet adresojë gjatë këtij sesioni parlamentar. Ai theksoi se zgjidhja e këtyre reformave kërkon vullnet politik, dialog të sinqert dhe përgjegjësi të lartë institucionale, në mënyrë që Shqipëria të ecë përpara pa humbur kohë në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian.